Çfarë ishte? Midis revistave japoneze kërkuam ndryshime ditë të vërda, të përgjera në inar që adolescente. Iduj të rem që para kaluam nën mantelin në një kukule, deri në agjim procesione, gjoja për të bën drejtje. Ishim ullur atje, du kërkuar shpres, duke mbjell shpres, por arruam një gjë, se udhërfjesit janë korrupuar, pa më gjëra grukse në TV luksos. Nuk dua të jetoj për të vdekur, nuk dua të përqendrohem tek ty dhe të vdes përsëri, sepse nuk ka parajs në vdekjen. E kam punuar shumë për të heshtur veten, dhe toka lëviz për kaq shumë e ndje. Shisa tona mbetën nga pamja erët e atyre busive, buzëve rërta, buzëve të idhura, ju kërkua duar, duke lënë urejtje si një filis, sepse ajo që dëshiro, hej nuk duhej ndarë. Nuk dua të jetoj për të vdekur, nuk dua ta fiksoj shindron tek ty dhe të vdes përsëri, sepse nuk ka parajs në vdekje. Dhe jam muar për të heshtur veten, dhe toka lëviz për kaq shumë e ndjen. Sa të vështirë ishim edhe ne, duke marrë goditje të përgjakshme, njëra pas tjetrës, dhe ishe i lodhur, i tru losur, me një fytyr të poshtruar. Ata duaj të të rëzonin dhe tira, duaj të ishte kështu për të bërë ndrejtje. Nuk dua të jetoj për të vdekur, nuk dua ta fiksoj shikimin tek ty dhe të përsëri, sepse nuk ka parajs në vdekje. Dhe jam muar për të heshtur veten, dhe toka dridhen nga kaq shumë e ndjen. Nuk më intereson për rafinimin tënd, dhe nuk më intereson as vrazhdësia jote, po dua të shoh të krijosh gjëra unike, fëmijë jashtëzakonshëm i qenies me krah, të biesh në dashuri me atë që krijoi gjithçka. Dhe mos unë kaq shumë kohë.